Kandidati i Partisë Demokratike në Bashkinë e Malësisë së Madhe, Anton Kokaj, ka bashkëbiseduar me banorët e fshatit Dobër në komunën e Qëndrës, ku edhe mori përkrahjen për fitore më 21 qershor në të gjithë Malësinë e Madhe. 2 vjet që erdhin në pushtet, që më thonë vetëm të poshte në s'kam lek mo, asnjëherë s'ka kanë Shqipnia, mo në s'kam lek mo në ashtu, që më thonë. Deshat prej ku i fije krahun tjetër. Ato janë bisedat e tyne, pak problem ka për ne, por i diçka do i thoshe njenit pjestar të asaj, të ti, më mirë me thonë të ti kolektivit. Një gjë shpesh aty, tu i përmen të përsekutumit. S'ka të përsekutum që mund tjenë me krahun e majtë. Se viktima, ma që ka shkaktuat e, s'ka në shku kur. Inshallah zët, more mirë, në mos e këptoft sët Dobra, mos të këptojnë kur. Ndaqin me ne i mirë, të rinë mirë. Sët është e armja, inshallah zët, fitoni. Deputeti i Partisë Demokratike, Gjovalin Bzhetaj, ka kërkuar që më 21 qershor votët të shkoj për Partinë Demokratike dhe Anton Kokajn. Duke pasën stafële krahi djallë vetë Isan Antoni, normalisht që qeverisja Rama Meta, do me thënë duke pas Rama Koka, nuk dhe të njim edhe shumë, do me thënë edhe 2 vjetë që ju ka me tjetët edhe. Kështu që voten për Partinë Demokratike për Antonin që dalim mirë. Kryekomunari i Qëndrës, Isa Rama, ka kërkuar që të mos i bëhet presion malësorve nga përfaqësuesit e mazhorancës. Tash i presionin malësorve, pse duhet me u bë malësort? Pse duhet të dhunohen malësort, pse duhet të rrehen malësort? Nga malësort vetë. Malësia me të thonë drejtën është një popull vital, që të respekton 1 herë, 2 herë, bile edhe 3 herë ka pavaki me të respektua. Pa qoftë se ti nuk shef që ja ke mërzitur në njerëzve, mos lyp me të respektu ma. Sepse, aq sa ma shumë, është edhe një metodë tjetër që e përdorin si me kanë kohën e komunizmit varfërinë. Metodë më të mirë për me të dhunua, me të pas në nyqem, që me të marrë edhe voten, është varfënia. Kandidati i Partisë Demokratike Anton Kokaj i ka kujtuar banorëve të Dobrit se gjatë 10 viteve të deputetit Sterkaj, asgjë nuk është bërë në Malësi të Madhe. Unë nuk e di paktën të vi një herë të japin një lloj përgjegjësie për mundësi që s'ka pas, as një lloj mundësie të merrni këtë vend me mbështet këtë vend. Unë për ne, nëse ai person ka mbështet një herë të vetme këtë vend, do isha kanë jashtëzakonisht shumë mirë njos. 2 herë nuk i vëm faj se 2 herë ishte në opozitë, se herë ishte Mojta, herë ishte Djata, po sot paktën që është në pushtet. Paktën vim dhe të bisedojmë çfarë bani për këtë vend. Më 21 qershor, Partia Demokratike pritet të marrë një fitore të thellë në të gjithë Malësinë e Madhe.